Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish emisionin e përditshëm Atë Pun Today, ku do të jemi së bashku çdo ditë në orën 07:30. Data sot është 9:30 nëntor dhe ne kemi përgatitur për ju disa informacione me ngjarjet më të rëndësishme të ditës, të cilat ju ftoj që t'i ndiqni. 30 nëntori është dita e 334 e kalendarit gregorian, kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 31 ditë. Ngjarje 1940. Lucile Ball dhe Desi Arnaz u martuan në Greenwich, Connecticut, SBA. 1964. U themelua Universiteti i Patrasit. 1966. Barbadosi u pavarësua nga Mbretëria e Bashkuar. 1967. Jemeni u pavarësua nga Mbretëria e Bashkuar. 1988. Kolberg Clavis Roberts & Co. bleu kompanin RJR Nabisco për $25.07 miliard amerikan. 1989. Antari i bordit të Deutsche Bank, Alfred Harnausen, vritet në një sulm me bombë nga Red Army Faction. 1989. Richard Mallory nga Palm Harbor, Florida, bëhet vrasës serial. Viktima e tij e parë është Alien Wormos. 1995. Përfundimi zyrtar i operacionit luftarak Desert Storm. 1998. Deutsche Bank njofton për marrëveshje me vlerë $10 miliard amerikan për blerjen e Bankers Trust, duke krijuar institutin më të madh financiar në botë. 2004. Lion Air Flight 538 u rrëzuan në Surakarta, Central Java, Indonezi dhe la të vdekur 26 njerëz. 2011. Lega Zogu i dytë në bazë të statutit mbretëror në 1928 shpallet pretendent i frontit mbretëror të shqiptarëve pas vdekjes së babait Lega Zogu i parë. Lindje 1508. Lindi Andrea Palladio, ndërtimtar italian. 1967. Lindi Jonathan Swift, letrar anglez. 1817. Lindi Theodor Mommsen, politikan dhe historian gjerman. 1835. Lindi Mark Twain, letrar amerikan. 1869. Lindi Gustav Dahlen, inxhinier dhe nobelist suedez. 1870. Lindi Franjo Supilo, publicist kroat. 1874. Lindi Winston Churchill, politikan britanik. 1889. Lindi Edgar Douglas Adrian, mjek dhe nobelist britanez. 1965. Lindi Ben Stiller, aktor amerikan. Vdekje 1472. Vdiq Janus Pannonius, humanist, shkrimtar dhe diplomat kroat. 1845. Vdiq Nils Gabriel Sestrom, kimist suedez. 1895. Vdiq Bogoslav Sulek, publicist dhe leksikograf kroat. 1900. Vdiq Oscar Wilde, letrar irlandez. 1957. Vdiq Maria Jurić Zagorka, gazetare dhe letrare kroate. 1979. Vdiq Ante Premuzic, inxhinier kroat. 1990. Vdiq Norman Cousins, gazetar amerikan. 2011. Vdiq Lega Zogu i parë, pretendent i frontit mbretëror të shqiptarëve. 2013. Vdiq Paul Walker, aktor amerikan. Festa dhe përvjetore. 1966. Pavarësia e Barbadosit. 1944. Lufta e Myqybabës. Por 30 nëntori ka sjell edhe trishtim. Në vitin 2016, mbreti Edmund Ironside u nda nga jeta duke lënë pas një trashëgimi mbreslënse në historinë angleze. Shumë më vonë në vitin 1900, bota humbi një tjetër gjeni, Oscar Wilde, dramaturgun dhe shkrimtarin brillant irlandez, autori veprave të pavdekshme si Portreti i Dorian Grayt.
Në vitin 1935, Portugalia humbi një nga poetët e saj më të mëdhenj, Fernando Pessoa, ndërsa në vitin 1954 u shua Wilhelm Furtwängler, një nga dirigjentët më të shuar të shekullit të 20. Koha na mori edhe Evel Knievelin, kaskaderin legjendar që sfidoi gravitetin dhe rrezikun më 2007. Dhe së fundi në 2020, David Prowse, fytyra e fshehur pas Darth Vaderit në Star Wars, dha frymën e fundit duke lënë pas një trashëgimi të errët, por të paharrueshme në kinematografi. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Mark Twain, i cili ishte një shkrimtar amerikan. Për më tepër ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. Mark Twain. Samuel Langhorne Clemens lindi në 30 nëntor 1835, vdik një 21 prill 1910. Njihet me emrin Mark Twain. Ishte një autor dhe humorist amerikan. Ai quhet për novelat e tij, Aventurat e Tom Sawyerit 1876, si dhe për Aventurat e Huckleberry Finnit. E famshmja amerikane, Twain u rrit në Hannibal, Missouri, ku shkroi Huckleberry Finn dhe Tom Sawyerin, të cilat i shkoi me makinë shtypi. Ai gjithashtu punoi si daktilograf, duke kontribuar kështu në gazetën e vëllait të vjetër Orionit. Derisa ai punoi si daktilograf dhe reporter, ai shkroi storien humoristike The Celebrated Jumping Frog of Calaveras Country, e cila u bë aq e popularizuar sa që tërhoqi vëmendjen e publikut mbarkombëtar. Ai arriti sukses mjaft të madh në një shkrimtar dhe speaker. Mençuria dhe satira e tij ishin të vlerësuara prej shumë kritikave letrare. Dhe ai ishte shok me president, artist, industrialist të ndryshëm, si dhe me mbretërinë europiane. Gjendja e tij financiare ishte e dobët, megjithse ai fitoi mjaft para nga shkrimet dhe ligjëratat e tij. Ai ishte i njohur si humoristi i famshëm i amerikan i moshës së tij, dhe William Franklin e quajti Twain babai i literaturës amerikane. E gjitha vepra e Mark Twain inspirohet nga ngjarje dhe vende ku jetoi apo vizitoi, ndaj konsiderohen si autobiografike. Vepra e tij mbahet përgjithsisht për shtypjet e udhëtimit, kujtimet e fëmijërisë dhe rinisë të hershme, narracionet satirike të ambientuara në mesjetë dhe rilindje. Mark Twain, në maksimumin e famës së tij, ishte një celebritet në Amerikë për kohën e tij. Tani do të kalojmë në rubrikën kuriozitete, ku sot do të flasim për makinën qepse. A e dini se kush e shpiku makinën e parë qepse? Ju mund të keni pyetur veten në një moment si ndodhi që njerëzit e lashtë bënin rroba ose çdo lloj veshje apo veshje tekstili me një qëllim specifik, siç ndodhi zakonisht veshilimat, por dhe veshjen e një divani. Përpara zhvillimit të makinës qepse ose asaj që u bë prototipi i parë i saj, një person që e qepte atë ishte një lloj veprimi që ishte mundur vetëm me dorë, duke u përpjekur të bëte që prodhimi i çdo lloj veshje të ishte disi i ngadalshëm, sepse çdo shtresë duhet të ishte në vendin e saj. Krijuesi i makinës qepse është një rrobaçepës me origjinë franceze i quajtur Bartolomeo Timonier, i cili gjatë vitit 1830 arriti të ndërtojë modelin e parë të makinës qepse në rajonin e qytetit të Saint-Étienne, e vendosur në Francë. Zakonisht është një mister i madh që u desh kaq shumë kohë të paraqitej një lloj shpikje si kjo, sepse nuk u bë deri në të tretën e parë të shekullit të parë në rajonet e Francës. Duke theksuar se makina kryesore gjatë historisë dhe evolucionit të saj vjen duke u prodhuar nga një material druri u bë pak e zakonshme dhe rudimentare, që mund të punonte shumë më shpejt se e njëjta punë manuale e njeriu, pasi kjo është për faktin se jepte vetëm një qepje fije të vetme. Megjithatë, gjëja thelbësore për këtë lloj shpikje është se arriti të tërhiqte vëmendjen e ushtrisë, e cila deri në vitin 1841 arriti të blejë rreth 80 njësi përmes një blerje. Ushtria, duke kërkuar një lloj mjeti për të përshpejtuar uniformat e saj ushtarake për mira ushtar të saj të regjistruar, erdhi për të parë makinën qepse të Timonier si mënyra kryesore për të uniformuar shpejt të gjithë trupat e saj, derisa makina qepse arriti në ushtri gjatë monarkisë së Louis Philippe.
Por kur u krijuar makina e parë qepse, thuhet se rreth 35 vjet pas asaj që njihet si palë gjilpërash i cili shërbeu për të mundësuar unifikimin e disa copave me një thjeshtësi shumë më të madhe, e përrjedhoi mund të jetë më i shpejt, për të cilin prezantohet prototipi i parë i saj që ishte makina qepse. Kjo ndodhi gjatë vitit 1790 dhe gjithçka është për shkak të shpikjes së një njeriu me origjinë angleze i quajtur Thomas Stead. Stili me cilin paraqitet kjo pajisje është i re dhe disi rudimentare, diçka shumë normale për të njëjtën kohë për shkak llojit të mungesës së inovacioneve teknologjike që aktualisht vërshonin në qytetërimin aktual. Pasi prototipi rudimentar është krijuar nga ky njeri, pas rreth 39 vitesh ky model u optimizua me një makinë qepse që është shumë e vogël dhe gjithashtu ka shumë funksione të tjera, e cila kishte edhe një lloj pedali që është ajo që bënte që gjilpëra të zbriste dhe me anë të saj një lloj susta ngrihej. Këtë mënyrë arriti të pozicionohej si në fillim. Krijuesi i këtij lloji prototipi u shkatrua për shkak të konkurrencës që kishte, të cilët ishin robaxhepës me origjinë franceze. Pas rreth 5 vitesh pas tij prezantohet një model i ri i cili kishte një veçori shumë të veçantë, që ishte përdorimi i një maje të mbyllur. Kjo makineri filloi të projektohej nga një njeri i quajtur George Walter. Kishte për shkak të një mbikëqyrje që kishte, ai nuk ishte në gjendje ta patentonte atë. Makinat qepse të këtij lloji mund të vlerësohen dhe për prodhimin e këpucëve. Një burr tjetër me emrin Elijah Howe ishte personazhi që erdhi për të prezantuar një lloj makinerie e cila bënte dallimin mes të vjetrës dhe asaj më aktuales, e gjitha fal gjilpërës me vrimën në fund të saj. Megjithatë, pasi kanë kaluar rreth 5 vite, një tjetër burr i quajtur Isaac Singer paraqit një lloj makine me karakteristika më të ngjashme, ato që është paraqitur nga shpikësi më parshëm i quajtur Elijah Howe. Megjithatë, ka avantazhin se përmbante një këmbë shtypse që e bënte një lloj aktiviteti shumë më të lehtë për tu ekzekutuar. Disa vjet më vonë, shpikësi Isaac Singer arrin të regjistrojë një kompani të madhe të njohur me emrin Prodhime Singer, e cili aktualisht është më i madhi dhe më i njohuri në mbar botën në të gjithë shoqërinë moderne, pasi u karakterizua si kompania që prodhon makinat qepse më të mira në botë. Më pas shtohet një lloj motori elektrik që është bërë për të përshpejtuar funksionimin e tij aktual dhe aktualisht makinat qepse më të fundit mund të ekzekutojnë deri në rreth 100 qepje në sekond. Kjo është një pjesë thelbësore e evolucionit të makinës qepse. Megjithatë, makina qepse nuk u komercializua sepse nuk kishte një shumë financimi dhe ishte diçka e pamundur për të përballuar nga Hunt Walter. Vendosi t'ia shes patentën një prodhuesi të NY i quajtur George Arrowsmith, i cili gjithashtu nuk pati shumë fat me prodhimin masiv të tij. Mesa duket ishte e pamundur të fitoje para me anë të një makinerie të tillë, pavarësisht se sa arsyeshme mund të dukej të mendosh ndryshe. Megjithatë, këto dështime, shpikja e Hunterit u bë baza për një tjetër që ishte shumë e ngjashme dhe ishte makineria me një lloj anije të sinkronizuar që ka gjilpër të patentuar nga ai vet. Elijah Howe gjatë vitit 1846, që atëherë ka pasur shumë ndryshime në modele. Në 1851 disa risi shumë të rëndësishme u bën në këtë pajisje. Rreth 2 burra të rrobaçepës nga rajonet e Bostonit ishin kryesorët në patentimin e një makine qepse që do të futej në fthurje mbi filale me 2 fijeve zinxhir. Dhe tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 30 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të ftohta dhe të qëndrueshme, të cilat do të sjellin mot me vranësira të shpeshta dhe rreshje të dobëta në disa zona, ndërsa pjesa më e madhe e vendit mbetet pa rreshje. Paraditja do të paraqitet me vranësira në veri dhe qendër, ndërsa pasditja sjell kthjellime të pjeshme kryesisht në bregdet dhe jug të vendit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 14 gradë Celsius në zonat bregdetare. Gjatë ditës pritet 1 deri në 3 orë diell kryesisht në zonat perëndimore. Era do të fryjë nga drejtimi veri-perëndim me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond, ndërsa përgjatë bregdetit deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 30 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 30 nëntor do të jetë në orën 6:39 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:20 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 5 deri në 11 gradë Celsius. Kukës 2 deri në 7 gradë Celsius. Peshkopi 3 deri në 7 gradë Celsius. Tiranë 8 deri në 12 gradë Celsius. Durrës 9 deri në 14 gradë Celsius. Kavaj
7 deri në 14 gradë Celsius. Elbasan 8 deri në 11 gradë Celsius. Berat 7 deri në 13 gradë Celsius. Korçë 1 deri në 6 gradë Celsius. Vlorë 11 deri në 13 gradë Celsius. Gjirokastër 6 deri në 9 gradë Celsius. Sarand 8 deri në 14 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 30 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të thata dhe të ftohta, duke sjellë mot më të qëndrueshëm me intervale dielli dhe vranësira të her pas hershme. Paraditja do të jetë pjesërisht me re në shumë zona, ndërsa pasditja sjell mot kryesisht të kthjellët në jug dhe jugperëndim. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 9 gradë Celsius në zonat perëndimore. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 1 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 30 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 30 nëntor do të jetë në orën 6:38 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:10 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 0 deri në 6 gradë Celsius. Podujev -2 deri në 6 gradë Celsius. Skënderaj -2 deri në 7 gradë Celsius. Pej 0 deri në 8 gradë Celsius. Prishtinë -1 deri në 5 gradë Celsius. Gjakov 0 deri në 9 gradë Celsius. Malishev 0 deri në 8 gradë Celsius. Gjilan -2 deri në 6 gradë Celsius. Ferizaj -1 deri në 7 gradë Celsius. Kaçanik -2 deri në 5 gradë Celsius. Suhare 0 deri në 7 gradë Celsius. Prizren -1 deri në 7 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për emisionin e sotëm. Bashkë do të takohemi sërish nesër për të jetunor. Ndërkohë ftoj të ndiqni programacionin në web të Drita Televizion, si dhe mos harroni të na ndiqni në rrjetet tona sociale, TikTok, Instagram, Twitter dhe Facebook, si dhe në websajtin ton drita.tv.